si parti dhe mund të shkrihet fare dhe e ka treguar edhe vëndet tona fqinje që na rrethojnë me krijimin e partive të reja, Syriza në Greqi, Cinque Stelle në Itali, AFD, Partia e Ekstremit Djathtë në Gjermani, janë parti të krijuara vitet e fundit. Mendoni se mund të ndodhë e njëjta gjë për Partinë Demokratike? Nuk do dua fare ta mendoj që do të ndodhi shkrirja e Partisë Demokratike. Ju thash edhe një herë, Partia Demokratike mund të ketë një Parti Demokratike të rinovuar ose është aset kombëtar. Mendoj që Sali Berisha, i cili është lider historik i Partisë Demokratike, është detyra e tij pikërisht në këtë moment për ta rinovuar dhe për të sjellë energji të reja, frymë të reja, vizione të reja, për të sjellë qasje të re dhe frymë të re në Partinë Demokratike. Dhe unë jam në bindjen time, unë them që Sali Berisha do ta bëjë këtë gjë, me aq sa e njoh unë Sali Berishën, dhe nga ana tjetër, kushdo që hap fjalë të tilla, mendime të tilla, se unë kam dëgjuar në shumë studio që Partia Demokratike do shkrihet, do vinë parti të reja. Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, apo jo? Dhe dhe partitë e vogla e kanë provuar veten dhe e kanë domethënë se sa mandate morën, apo jo? Është çështje tjetër nëse mund të ishim bashkë, dhe nëse do duhej një kod tjetër, nuk do të hyj kësaj. Por do dalte mesazhi kryesor. Partia Demokratike është aset kombëtar. Partia Demokratike është e mbështetur nga aleati më i mirë i Partisë Demokratike Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë siguroj që ka shumë arsye të cilat Partia Demokratike nuk mund të shkrihet.